Për ne shqiptarët nuk është problem të jetë xhamia dhe kisha afër. Sot kemi 350 anëtar të rregullt, kanë qenë diku rreth 1800 veta. Njerëz që domosdoshmë janë dashur mu falen edhe për jashtë. Jam hoxh i kësaj xhamie dhe jam kryetar i kësaj xhamie. Unë jam që 34 vite në Gjermani. Prej vitit 1998 është themeluar kjo qendër, kjo xhami në një vend tjetër. Dhe në vitin 2000 jam zgjedh kryetar i kësaj xhamie. Jam edhe nënkryetar i xhamive këtu në Karlsruhe ku bëjmë pjesë xhamia jon, xhamia e bosnjakëve, xhamia e arabëve, të turqëve dhe e gjermanëve. Gjithashtu jam edhe kryetar i qendrave islame shqiptare në Republikën e Batë-Württembergit, ku gjithsejt janë 23 xhamia.